Qysh njeri fejuhet e mas 2-3 mujt dite, dohet e kjo këta s'jen kërkun heq. Këta me mujt me marrë një stups mire me re, kur nuk u lshuen një femen që u shkuen me mësitni. Jo të rrisë kini kërkun met, kërkun heq. Pasha zotin ja, kur ti thush një pe marë fun, pasha zotin edhe vajzat edhe djelë jenë fajtur. Ty bart. Pa vendosin e ne. Shumë pa vendosin. Nërën e kini hera nena, herk nena, ja duke dikush maj mire e lëshen ato. Jo, kur të ju është mov zdekje. Po pasha zotin, qër me paskon, me ta kënë zonë baba, qër e kështë bo ka bëllë. I kom djelte martum, ja kom zonë krejt vetë. Po pasha zotin, vetë i kom zonë mikun, e kom zonë krejt, jam i knosin sa të zoti. Sa po të respektojnë të Po s'kish gudzua e me lëshu gruen? Unë e gjallë, po më respektojnë, rejat mirë, pasha Allahin, mësojnë parën, mësojnë të natë mirat Allahet. Apo na të regon për vështirësi tuja që i ke kalu një, cila u konë vështirësia ma e madhe që i ke kalu? Që këtë jeta? Allah e bëllë shirë. Qështë me punë, me... A mundesh me na të regu? Qa me të regu më shumë? Na i moment keq që i ke pas një? Allah vloga gjallë, pasha zotën e lutë. U lutë shumë që tash para një 2 muj ditë e kon smut e ka hek një gjije. E unë e më peju nozave që është smut, benzine kemë të bacër. Apo kush më kujdes për juve? Po djelët janë një 2 jashtë që ata po kujdesen, që ka pak që shtu, benzijat e vëslak. Tua, e kina i fmi? Ju, kretë jashtë janë? Jashtë janë. Ves me plakën jam. Qështu? Ku shkon edhe ju atje? Sënë përri une, aja plaka përri une dhe sënë përri. Jo, pasha zotin. Sa pe keni të vështirë me u kujtes për njani tjetrin? Po, elhamdulillah, mirë, dhe që tash, elhamdulillah, mirë, të nëjë qka bje manin, Allah e din. Qështë? Apo na të regon që është njëftu me bashkëshortën tone? O, me njëftu, këtë në heri me shkua, me mësete, me anena, se ku më po të këtena që atë mos i vardë. Kur e po vetë pëlqaj? Ty be pa, po, e kemi zgjetë një gjutë për bashkë, kur asë më ka idhua, asë ku më idhua, të këtehna në vdekje. E qëfar mendimi ki për qiftet e reja që pundohen? Qëta? Po. Këta me mujt me marrë një stups mire me re, po qysh njeri fejuhet e mas 2-3 mujt dite, dohet e kjo këta s'jen kërkun heq. E ku po mendon që është problemi? Pse po ndodhin ndarjet? Pasha zotin për motër s'pe di, as po ju pëlqehen, nuk di vla. Ama miru kon atëherë me mësit një ata? Ja, me mësit një nuk u lshuen një femen që u shkuen me mësit një. Kur? Ashti, ja u martum, ja shkon 2-3 vjetë, shkojnë që ashtu kalojnë, se marin zvërta nena, kur gjo heq. Po apo mendon që... Jo të rritë se kini kërkun met, kërkun heq. Pasha zotin ja. E pse po thukshtu? Pse shpejt po të rëthuani, po ftëvni, po kur ti thush një pe marë fun. Apo mendon që fajturi janë vajzat a djemë? Pasha zotin edhe vajzat edhe djelët janë fajtur. Ty bartë. Apo mendon që janë atë pa vendosën? Pa vendosin e ne. Shumë pa vendosin. Nërën e kini hera nena, herk nena, ja duke dikush maj mire e lëshen ato. Jo, kur të ju është mov zdekje. Cila e shkon këshilla që ja u kështë jepë? Unë e kështë avon këshillat ves me ndizue pleshte për pash me qyshim i konë na. Na ka zonë, o pasha zotin, qër me paskon, me ta kënë zonë baba, qër e kështë bo ka bëllë. Apo mendon që pe kanë respektin e njej që ju e keni pasë? Jo, ja, mos Allah, sa respekt e shkon, asë dashnia, asë është respekt ka ndaj, hin njëri në autobus, 70-80 nuk qëhet bre, po në këtë njëri kemi ka për qafe plesht, për qafe kemi, pëse kemi po mjek në kemi ka për qafe, s'ka kur zë mëtër. A u bëllë? A e kini këshill një u donë, rinive të sotit? Po jo epi, po thëmë lëndi pak metë. Kur të fejoni, me që ato vdeq, jo, elshova sot e mëra nesra, qka është aja? Vëllaj, krejt fajturin të rritë pasha zotin, me atë e kanë se jera. Qfar mendimi ki për nuse që nuk pojdojnë vjehrit? Ben po di qa me thonë. Ti a i ki t'jem të martum? I kom djelë të martum, ja u kom zonë krejt vetë. Vetë? Po pasha zotin vetë, i kom zonë mikun, i kom zonë krejt, jam i knosin sa të zotin. Sa po të respektojnë të Po s'kish gudzua e me lëshu gruen? Unë e gjallë.
Më Zotin arrujt, jo, po më respektojnë rejat mirë, pasha Allahin, mësojnë parën, mësojnë tënat mirat Allahet. Dhe që plashni jasmanalet. Faleminderit. Faleminderit, me juve. Kalu mirë. Ditën e mirë. Duhet me auda dhe pasunin vajzë. Valla unë e kysmet po do t'jam da se 8 vajza i kam. Vilëm një shpit mirë me jam naru vëgjë vajzat këtë vinë, edhe mu bashku 8 vajzat, 8 motrat mu bashku. Mës milion pa hise. Mës milion pa hise. Po mendoj unë ju kësha dhonë vajza hise, ju kësha dhonë. Se edhe ata që aty kanë lindë jënë rritë. Çfarë mendimi ki për vajzat sot? Është njëjtë sikur në kohën e juaj, respekti edhe gjithçka në përgjithësi. Jo, nuk është, kanë ndryshu shumë. Në kohën time kishte një respekt si kështu ndaj të vjetërës sidomos, ndaj profesorëve, ndaj shkollës, ndaj gjitha. Veshja ishte krejtë që ndryshe, tash ka humbë respekti, ka ndryshu shumë. Kush më mendon që është fajtor që është bu ky ndryshim kaq i madh? Ky ndryshim kaq i madh, unë po mendoj se fajtor numër 1 janë mediat. Pse? Televizionet shka s'po qesin aty, televizor tulli farveshje, tulli për qesin rita orën atë qetën, po mendoj si që ashtu kejt duhet mu veshe, duhet mu desh, mediat pëllujnë rolin, s'kanë kur farë roli edukativ. Sipas teje, a është mod kjo? Jo, ta kjo përdojnë nuk që është. është moda. Ja, kjo s'është mod. Kjo të nuk është mod, në Gjermani nuk i ki që ashtu të veshnë ose në Zvicër që unë e shëtisë vazhdimisht, po këtu të kemi dalë në sërnishte jashtë modës. Jashtë modës. Po. A mendon që edhe fajtor mundet me punë edhe prindi? Edhe prindi, po, numër 1 prindi, se unë jam profesore. Profesor. Po, edhe kum punu në shkollë 41 vjetë, i kum përcjallë që shpo thuti i vajzat. Gjenerat pas gjenerate. Gjenerat pas gjenerate, tash po thëmë shqyqyr që kam dalë në pension, se kur fa respekti s'kanë arsimtarët ose profesorët. A ka pas rast që na i herë në ndonjë nxans, tu ta ka kthy fjallën ose është drejtu në mënyrën... Mua jo, se kam qenë i rrept shumë. I rrept, po menon që reptësia është ma e mirë ndaj rrept? Mu kanë tutë shumë. Jo në tutë shumë për... Po. Pse? Jo që e kum rrejt, po kështu kam qenë im rol shumë në shkollë, në klasë, kur kuma hija jo. Atë mungon ajo ko? Mungon, po, dihet, po. Po, ta shka këtë po vitet kaluan. A ki vajza? Mesëm vetë për vajza se 8 vajza i kam. 8 vajza, mashallah. Po, edhe 2 djemë, 10. 10 fëmijë, mashallah. Po, 10 fëmijë kam. E me cilin prej fëmijëve je ma i lidhur se a thut shoqër që i kam qikat ose shoqër që i kam djenë? Shoqër, me vajzat jo me veçu fëmijët, po? Me vajzat jam ma i lirë shumë se me djemë. Me vajzat me. E pse, çka kanë vajzat që ta jepin atë apritet? Ato sillen ma mirë me ndaj me se sa djemë. Shumë ndojnë si. A janë ndërgjushme ndaj teje? Shumë. Fëmijëve të mi kisha mi thonë që të punojnë, të respektojnë prindet, të punojnë ashtu si që kanë punu prindet, të edukojnë fëmijët ashtu si që duhet. Sipas teje, a duhet me auda dhe pasunin vajzave njëjtë sikur djemve? Valla unë e kysmet po do t'jam daj. Edhe qikave? Po, vajzat pa tjetër. Vilëm një shpit mirë me jam naru vëgjë vajzat këtë vinë, edhe mu bashku 8 vajzat, 8 motrat mu bashku. Mës milion pa hise? Mës milion pa hise. E çfarë mendimi ki për njerëzit tjerë që po i lojnë vajzat pa hise? Valla, kjo është keq mendimi, po mendoj unë ju kësha dhonë vajzat hise, ju kësha dhonë. Se edhe ata që aty kanë lindë, jënë rritë. Kanë mundin që aty e kanë mundin e kanë bërë. Faleminderit shumë që ndave kohë për ne. Shumë faleminderit.